Viti i kaluar ishte viti i tretë më i ngrohtë në nivel global, konfirmuan shkencëtarët, si pasojë e aktivitetit njerëzor që ka nxitur një klimë më të nxehtë. Shkencëtarët në të gjithë botën, përfshirë zyrën meteorologjike të Britanisë së Madhe, Universitetin e Anglisë Lindore dhe Qendrën Kombëtare për Shkencën Atmosferike, kanë publikuar të dhënat e tyre për vitin 2025, duke zbuluar se ai ishte viti i tretë radhasi me temperatura më shumë se 1.4 gradë Celsius mbi nivelet para industriale. Seti të dhënave vendos temperaturën mesatare gjatë 3 viteve të fundit në 1.47 gradë mbi nivelet e regjistruara në vitet 1850-1900, ndërsa monitorimi i Korpencius zbuloi se ato mesatarisht ishin më shumë se 1.5 gradë mbi nivelet para industriale. Profesori dhe drejtori i njësisë së kërkimit të klimës në UEA tha se 2 vitet e mëparshme ishin bërë edhe më të nxehta nga një ndryshim natyror i klimës në oqeanin paqësor, fenomeni El Nino, i cili shtoi rreth 0.1 gradë Celsius në temperaturat globale. Shkencëtarët konfirmuan se nxitësi kryesor i ngrohjes globale është aktiviteti njerëzor, kryesisht djegja e lëndëve djegëse fosile. Me analizat që vendosin temperaturat afatgjata 1.37 dhe 1.4 gradë Celsius mbi nivelet para industriale, ekspertët paralajmëruan se bota po i afrohej limitit prej 1.5 gradësh, të rënë dakord nga vendet në marrëveshjen e klimës së Parisit për të shmangur ndikimet më të këqija të thatësirave, përmbytjeve, nxehtësisë ekstreme, zjarreve dhe shembjes së natyrës. Shkencëtarët e Korpencius thanë gjithashtu se 11 vitet e fundit ishin më të ngrohta dhe regjistruara ndonjëherë.